Shaqertotaj e shkel ligjin e vozit biciklën jashtë shiritit të bicikletave. Që në këtë video është Shaqertotaj kryetari Prizrenit. Videon e ka postu një faqe në Facebook me një farë dëshire me reklamu Totajn si lider modern që shkon me biciklet në orar të punës. Është tentim me paraqit kryetarin si modest, që zvozit kert shtrejt, por ka një huqët madhe. Në video Totaj e ka shkel ligjin me dy kam, duke vozit në rrugë të veturave jashtë shiritit të bicikletave. Bile shiriti është bashkënonën e kundërt të rrugës me sinjalistik dhe goxha i përdorshëm për bicikleta. Ama shoqa ka zgjedhur si kapadai me vozit në rrugë të veturave. Pra refuzoi me shfrytëzu shiritin për bicikleta edhe pse ekziston. E kjo shkelje e ligjit të cilën e theksuan edhe disa qytetarë në komente të videoja. Ligji e thotë qartë që në rrugë mundet me u gra bicikleta veç kur s'ka shteg ose shirit për bicikleta. Edhe atëherë kur nuk ka, duhet me i gra bicikletës në anën e djathtë të rrugës në distancë prej 1 metre. Për shkelcë të kësaj rregulle, ligji parashet gjob prej 20 erësh. Kjo video i kallzon dy senën. Ose Totaj nuk i di rregullat e vozitjes së bicikletës, ose nuk janë pse e shkel ligjin. Totaj duhet me na tregu pse nuk e ka shfrytzuar shiritin e bicikletave. Kjo është shembull i keq prej kryetarit komunës. Nëse i pari qytetit e shkel ligjin me dy kam, ose le të themi e shkel ligjin me biciklet, me kaq lehtësi, në pikë ditës, qysh mundet mi u thonë qytetarëve respektoni ligjin? Që thej kja shumë thotë që ka të shosh ma Superman. Ka, ku ketë ju ma Superman. Shpresoj që policia e Kosovës ka me marrë masa dhe me dënu kryetarin e Prizrenit. Shpresoj që Totaj ta shetutje me vozit në shirit bicikletave aty ku shiritës e shtegu bicikletave ekziston.